manipulimit dhe i mekanizmit të inxhinieringut të votës, duke kapur administratën, duke kapur patronazhimin, elementet kriminale atje ku duhen, ty të duhen vetëm Durrës, Elbasan, Shkodër. Këto e përmbysin mandatet, se në Vlorë nuk ka problem. 8-4 është të rjetën. Po. Do themo Gjirokastër. S'kemi parë në njërë Gjirokastër. Ka që një PD-ja, maksimumin kohën kur ishe Gens Ruli që shkoj 2. Që ishe në minister. Në këtë kuptim, unë i shikoj, dhe me thënë, mungesën e standardeve të zgjedhjeve të gjitha, problemi është nga sistemi. Sistemi që është prodhuar me oligarki, me biznes, me mediat, me elementet kriminal, është një mur jashtëzakonisht i madh për të mposhtur nga Gaz Bardhi, nga Tomora Lizoti, dhe nga nuk e di kush ka dalë. Po është shumë e madhe, është shumë e rëndë. Tirana është dram për shembull. Tirana është dram. Rrezikohet humbet edhe i mandati 14. Disa votues më pak janë në Shqipëri në këto zgjedhje? Sa e ta them? Ja se kam si statistikë. Janë 180.000 votues më pak. Se duhet ta kem sa kanë votuar, më fik fare telefonin. 180.000 më pak. Po, mund të jetë aq. Po pse janë 180.000 më pak? Se në 4 vjet kanë ikur, pse janë nga dhe për mua këta janë kryesisht nga opozita, se nuk ikën një njeri që është mirë, që është në punë, që ka gjërat në rregull. Po ikën nga opozita, prit. Dhe përçarja, pse morën vota djathtas partitë e vogla më valla, dhe nuk morën majtas nga thesi i qeverisë, nga thesi i socializmit që janë majorancë. Nga PD dolën. Sheha i më së shumti, ligjërimi i Lapajt ishte opozitar. Shiko, po të shikoni shumatorin e votave, sërish PS-ja, edhe sikur këta, se themi përçarja ka ndikuar në rënien e PD-s. Në rënien e PD-s, sikur do ndikonte që përçarja mos përkthehej në mandate. Pra votat e humbura të Lapajt në gjithë Shqipërinë, të Shehajt në gjithë Shqipërinë nuk përkthehen në mandate. Po, kjo do të ishte kur ishte afër pushtetit, të ishte afër 70-s. PS-ja është para, është 52%. Me gjithë këta në blok, edhe këta sikur të ishin në një listë. Pra këtu diçka nuk shkon, nuk është puna se përçarja ka ndikuar për këtë, po ai ka marrë. Edhe këta bashkë të ishim, të bashkoheshim me Berishën ose tikte Berisha të vinte një tjetër. I ka mundur gjithë. I ka mundur gjithë në tuf. Taktikisht, regjia të lutem, nëse ke mundësi, doja pak listën preferenciale të Qakut Tiranës, sepse aty janë emrat, se si është deri tani rënditja, për të marrë një koment nga Sure zgjodha këtë listën për të parë. Për shembull, në listë të hapur në Tiranë, për të grumbulluar vota, pavarësisht se ato janë votat majta, por vota preferenciale mund të marrësh atë pjesën gri. Socialistët në listë të hapur, që nga Blendi Gonxhe, Fatmir Xhafaj, Erion Braçe, Ornaldo Rakipi ka vota personale sepse u padhen zgjedhjet e kaluara. Pra, këto kanë dalë disa, po janë dhe emra tjerë. Kemi Mimiko Dhelin apo emra tjerë. Pra, taktikisht, a lëvizi më mirë Rama, s'po marrë Shqipërinë, Tiranën, që në listat hapur vendosi ata cilët kanë një lidhje me Partinë Socialiste, për pas ministrave që i ka vënë, për shembull, këta që janë të fundit. Dakor, po dakor, mund ta themi ato, se unë kam kritik më të rëndë se kjo për Partinë Demokratike, që lista e Partisë Demokratike nuk ishte një listë e mirë, nuk ishte një listë elektorale, nuk ishte një listë hapur ndaj shoqërisë, një listë besimi, një listë shprese. E thënë këtë, me thënë, e kam dhe me mendimin tim për listën e PD-s. Dhe ka ullur pik. Fakti që Ali Mehmeti dhe Tabaku janë më të votuarit. E dëmtoj ke primareve që nuk... Primarë që lidhen me primarë, që janë kryesorët, ishin kryesorët e primarëve, dhe lënia e tyre në lista hapur, tregon që ka ngabuar. Kurse lista e PS-s, pastaj, ajo është brenda deformimit, po është efikase, po efikase brenda deformimit manipulimit zgjedhor, në kuptimin, pse do ta lësh Ervin Hoxhën në listë hapur? Blendi Gonxhen. Ka qenë politikan, po ka qenë në 91-shin, bravo i qoftë, ka meritat e veta 90-in që ngrit ka qenë në kryetar Bashkia e Tiranës, ka punuar në terren, i ka merr vota i ka thënë. Po e di kur, në vitin, në kryetari i Bashkisë Tiranës ka qenë në vitin 2001. Dakor. 2001, me se kur u përmbyt Tirana, atëherë u shkarkua. Atëherë, si merr vota më shumë se Erion Braçe. Okej, ka zonën e Ndiadek, po votat janë shkëputja është jashtëzakonshme. Por ministri i Brendshëm, pse duhet të kandidonte në Tiranë? Po ku të kandidon? Në listë të hapur, kontribut politik, për mua s'do kandidonte fare. Kupton? Po është ministri i Brendshëm, prandaj kandidon. Pse? Se ka gjithë trupën policore me vete. Ka gjithë trupën policore me vete. Kjo është efikasiteti, pra, efikasiteti i listës Ramës, keni të drejtë,